Gjesh, se do të me prit ka gat, nuk o shumë e drejt. Po, olla, shumë ka dalë të shku. Alban, çdo gjë e ka kohën e vet. Kur presim me durim, tregojmë respekt për të tjerët. Durim? Po, pejgamberi ka thënë, askush nuk është dhuruar me dhurat më të mirë se durimi. Gjesh, e pse ai nuk pe pret radhën? E shikoni fëmijë. Njerëzit do të flasin për veprimat e juaja. Nëse jo do të kishit bërë të njëjtit veprim, edhe për juve do të flisnin. Gjesh, na nëse nuk presmin rrallë, a njerëzit kanë me menu keq për nega? Po, Alban, çdo gjest, sado që i vogël tjetë, e tregon karakterin tonë. Gjesh, po edhe nëse njerëzit tjerë bën gabime si kuraj? E gjyshit, na nuk duhet me e bën veprimin e njëjtë si ai. Kur ne presim radhë, tregojmë drejtësi dhe edukat. Çdo njeri duhet mësoj nga veprimet e tij. Duket se pas ke pas një ditë vështirë sot. Faleminderit, bac. Më fal që hina pak para. Gjesh, e një burë si ai mundet me kërku falja? Po, gjyshit. Kur dikush gabon e kërkon falje, çdo gjest i drejt, edhe veprim i drejt, atëherë ka vlerë. Pejgamberi ynë i dashur ka thënë, gjithë njerëzit gabojnë, po më të mirët prej tyre janë ata që kërkojnë falje, edhe ata që pendohen. Gjesh, e pse ti së bune në rëgazmetoha apetin një muve? E gjyshit. Pejgamberi ynë ka thënë, i fort nuk është ai që përmbys, por ai që e kontrollon veten kur zemërohet. E shikon këta? Nëse e shtyn, kjo bie. Po nëse e mban, atëherë kjo qëndron. Aha, si njerëzit. E sakt, tamam si njerëzit. Një shoshni që e shtyn janë i tjetrin, gjithmonë bëhet rëmuj. E një shoshni që e pret radhën, gjithmonë qëndrojnë. Gjesh, une kur të rina gjë ka me prit në rënë. Edhe une? E ju lumt, po nëse mësoni këta, atëherë keni mësu gjanë më të rëndësishme në jetë. Po edhe më rëndësishme se kjo, është me qenë i drejtë. Edhe kur mendoni se askush nuk e vlerëson. Sepse veprat e mira nuk bëhen për sy të botës. Hajde tash me gjyshin.
Kusha? Amone ojzoj. Qëshe? A jemi? Na mirë, qësheni? Mirë. Nga i lau që ti prunë, besa da fruta, anë i limonata prunë. Inshallah, bëma mirë, e të bëfshin mirë. Allah e shpërbleft o bie, Amin, edhe ju. Ditën e mirë, e mirë në betë. Ura ma. Morë paqë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderimet e shumta i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetje dhe selamet tona ja dërgojmë të dërguarit tonë të dashur Muhammedit alayhi salam, familjes së tij, shokëve dhe gjithë pasuesve të tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, një nga cilësitë e besimtarit të vërtet është se ai asnjëherë nuk mendon keq për të tjerët, nuk i tejkalon kufit e imagjinatës së tij duke menduar keq për të tjerët dhe duke i paragjykuar ata. Kështu që në Islam, pra, paragjykimi, mendimi i keq për të tjerët pa argument është i ndaluar, sepse ai nuk bazohet në fakte dhe në gjendjen reale, por mbi bazën e dyshimit dhe hamendjes. Për këtë arsye, edhe Zoti i Madhëruar në Kur'an thot: Ja ejuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. O ju të cilët keni besuar, o besimtar, largohuni prej dyshimeve të shumta, prej paragjykimeve, sepse disa dyshime apo disa paragjykime janë mëkat. Ky ajet tregon një parim të madh se jo çdo mendim është mëkat, por mendimi i keq dhe paragjykimi të tjerëve është pra mëkat. Gjithashtu, i dërguari jon Muhamedi alayhi salam ka thënë: Iyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Ruajuni nga paragjykimet, sepse paragjykimet janë gënjeshtra më e madhe. Atëherë, pse është i ndaluar paragjykimi? Për arsye se prish raportet vllazërore, shkatërron raportet vllazërore, nxit urrëtie, përçarje, ndoshta edhe konflikt. Pastaj paragjykimi hap edhe shumë edhe derën e shpifjes dhe përgojimit. Pastaj helmon zemrën, mbush me zili dhe armiqësi dhe e bën njeriu që të gjykoj padrejtësisht. Tani, shembuj dhe situatat në jetën praktike janë të ndryshme sa i përket mendimit jo të mirë apo paragjykimit. Për shembull, një njeri pret në radhë për ta kryer një nevojë dhe në fakt njerëzit janë duke pritur dhe ai nuk pret në radhë sepse është duke u ngutur. Dhe menjëherë njerëzit fillojnë ta paragjykojnë që nuk ka kulturë, nuk ka edukat. Mirë po ndoshta ai është duke nxituar për një nevojë shumë urgjente. Kështu që, më thënë, besimtari nuk paragjykon të tjerët dhe nuk ka mendim të keq për të tjerët në bazë të situatës, por gjithmonë mundohet ta gjej arsyetimin për vllaun ti, arsyetimin më të mirë. Ose shembulli tjetër, një besimtar mungon disa ditë në xhami. Dhe dikush thot: "Ja ky, e la pas dore fen, e braktisi namazin." Ndoshta ai është i smur, ndoshta ai ka një nevojë shumë të madhe personale, një vështirësi familjare e kështu me radhë. Ose rasti tjetër nga shembujt praktik, për shembull, i telefonojmë dikujt apo i dërgojmë një mesazh dhe ai nuk na përgjigjet menjëherë. Dhe ne menjëherë kemi një paragjykim për të, pse nuk u përgjigj ai?
më injoroj e kështu me radhë. Mirë po në fakt, ndoshta ai e vërteta është se ka qenë një zonën shumë me punë, ka qenë i ngarkuar me nuk ka qenë në një situatë që ty të përgjigjet në telefon apo të kthej mesazhin. Kështu që të gjitha këto pra situata dhe shembujt në jetën praktike janë të ndryshëm, na tregojnë se nuk duhet të ngutemi dhe të paragjykojmë të tjerët, menjëherë të mendojmë keq për tjetrin. Pra Islami na mëson që të zgjedhim gjithmonë interpretimin më të mirë, para se të mendojmë se para se të mendojmë keq për të. Pra gjithmonë të kemi mendim pozitiv apo të gjejmë një arsye. Një çështje tjetër me rëndësi që duhet ta kemi parasysh gjithmonë është se ajo që na porosit Zoti i madhruar në Kur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun", mos ju qasni asnjëherë asaj për të cilën nuk keni njohuri, nuk keni dituri. Për këtë arsye besimtari vazhdimisht është i kujdesshëm në fjalët që i thot, në mendimin për të tjerët dhe në gjykimin. Ai nuk gjykon dhe nuk flet për të tjerët pa qenë i sigurt. Prandaj mendimi pozitiv, mendimi i mirë për të tjerët, mos paragjykimi i tyre është bazë për një shoqëri të shëndosh, për një shoqëri stabile, sepse largon përçarjet, largon urrëtiet e kështu me radhë. Aliu radiallahu anhu thot, kush mendon mirë për njerëzit, fiton dashurinë e tyre. Pra, mendimi pozitiv gjithmonë është bazë dhe është e rëndësishme për krijimin e raporteve të mira me njerëzit. Pra dhe për dashurinë në mes tyre. Në anën tjetër, paragjykimi, dyshimi, mendimi i keq për të tjerët është mëkat, sepse ajo krijon përçarje, krijon urrëtie, krijon zili. Prandaj, nëse dëshirojmë që të kemi një shoqëri të shëndosh, nëse dëshirojmë që të kemi një familje të shëndosh, duhet të ju ikim sa më shumë mendimeve dhe paragjykimeve për të tjerët, mendimit të keq pra dhe paragjykimit. E lutim Zotin e madhruar që të na bëj prej besimtarëve të sinqert, prej atyre që nuk i paragjykojnë të tjerët, por gjithmonë mundohen të arsyetojnë të tjerët dhe të mendojnë mirë për të tjerët dhe të pasojë zemrat tona nga çdo ves dhe cilësi e keqe.